isha një ditë me këshirin tim, edhe ky kishe 4 shoqet e veta në punë që punon atje. Ulëm pimi kafe, tani që më bëri përshtypje mua, o isha me njerëz, si thush, të gabuara, nuk e di se si mund të ta them, e kupton? Sepse që më bëri përshtypje, një gocë aty, po thoshte që ajo se s'ka problem, thoshte po punova, po s'punova, unë do iki te burri dhe e kam jetën e garantuar, çfarë po thoshte. Por ajo që më befasovi komplet, edhe 3 shoqet e tjera janë mbështetën mendimin. Thoshin po, hajde se do ikim te burri, s'kemi nevojë. Po si do ikësh te burri? Femra duhet të punojë. Duhet të jetë e zonja për veten e saj. Nëse për shembull shkollë nuk çani dot, pak të merrni një profesion. Bëni berbere si që janë bërë shoqet e tuja, se ne kemi pas shumë goca në kursin tonë, edhe tani punojnë vetë, janë super berbere. Edhe nuk e shtrin dorën, as burrit dhe as familjes tyre. Por janë të zonja të vetes. Punojnë berbere edhe marrin 100.000 lekë në ditë.